Mirëmëngjes, këtu sy në sy, mirëmëngjes. Kemi disa gjëra besoj për të folur, duke u nisur nga buria e parë e humbjes që ra dje buria në një mbledhje diku në Spanjë, ku ishin mbledhur partitë si motra të Kënetës, që ju ka mbetur Këneta mes tyre dhe s'dina se to që të bëjnë, dhe Këneta kaloi në për tavolina një fletrufe, siç ndodh në konferencat e partive, dhe aty filloi avazin. Filloi avazin, blerje vote me lek dhe me kanabis. Punësime elektorale dhe prokurime favorizuese për mbështetësit e socialistëve. Abuzime me detyrën dhe mediat. Emërim ilegal i kryetarit bashkisë, kërcënim dhe hetime kundër kandidatëve të opozitës. Do me thonë, një mal me broçkulla të dëgjuara sa herë ka pasur zgjedhje, të përsëritura sa herë ka pasur humbje. Pereja e këtyre zgjedhjeve është se në ndërkohë kemi një strukturë të tërë që është struktura speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ose siç njihet nga të gjithë SPAK-u, që është në teren dhe është edhe në zyrë dhe është i fokusuar në marrjen e të gjitha denoncimeve që mahamendja mua janë lumë, sepse kur lexon këtë fletrufe, e kupton që kjo fletrufeja duhet mbështetur me denoncime, dhe denoncimet duhet bërë siç janë në stilin e Kënetës, njësoj si ato të kohës dikushme. Denonco, fillo presionin, vër nën dritën e projektorëve prokurorët, detyroi që të fillojnë procese deri kur ajo që ti kërkon të marrë trajtën e një hetimi, pastaj në momentin që fillon hetimi shpall fajësinë ti përpara se sa ta nxjerrë hetimi. Kjo është logjika e përgjithshme. Dhe duke qenë se kam qenë edhe vetë pre e një kallëzimi të rrem, jam shumë i qartë se si zhvillohet e gjitha, por fakti është që tani më të paktën kemi një institucion që është mbi palet, e ka treguar që është mbi palet, edhe që leti shoh dhe leti verifikoj se ku janë votat që po merren në këmbim të kanabis, se kjo është kulminante. Pastaj, për sa i përket punësimeve elektorale, theksoj se përpara fillimit fushatës, kohë përpara, qeveria ka nxjerrë një vendim dhe ka ndaluar të gjitha llojet e punësimeve, gjë që nuk e kërkon ligji, por e ka bërë qeveria. Pra, për të shprehur të gjithë vullnetin e mirë, për të dhënë çdo kontribut që fusha e betejës të jetë sa më e barabartë. Prokurime jo favorizuese, po s'ka fare, as favorizuese, as jo favorizuese, edhe pse, kujtoj, Shqipëria sot gjendet e para në klasifikim për integritetin e prokurimit publike në rajon, dhe këtë nuk e them unë, nuk e themi ne, këtë e thot Komisioni Evropian. Abuzime me mediat, tani unë nuk e di për çfarë bëhet fjalë, por unë di një gjë, që mediat janë në pozitat më abuzive në raport me popullin, kur vjen puna tek komentet e sondazheve të pavarura që bëjnë sa një ekran në tjetrin, dhe ku
të gjitha sondazhet thonë se shumica e popullit mbështet Partinë Socialiste, shumica e popullit mendon se Shqipëria po shkon drejtimin e dur, dhe ndërkohë në media komentohet se populli është i smur, populli është çmendur, populli është i shitur, populli është i blerë, populli është frikacak, e të gjitha këto me radhë. Pra, të gjitha këto i atribuohen popullit për një arsye shumë thjeshtë, sepse ata që komentojnë në 95% të rasteve, s'duhet i fut gjithë komplet fare në një thes, duan humbjen e Partisë Socialiste. Kaq, janë kundërshtar të investuar, nuk janë kritik të pavarur. Dhe përsa i përket emërimit ilegal të kryetarit bashkisë, unë s'di cili është emërimi ilegal, siç ndodh në gjitha këto raste, ka një nënkryetare që bën detyrën e drejtimit bashkisë dhe që e ka marrë detyrë sipas të gjitha rregullave me delegim. Kërcënimeve e time kundër kandidatëve të opozitës, këtu me siguri është fjala për hetimin e Bufit Kënetës, që nuk ka lidhje fare me fushatën zgjedhore. Ndërkohë që stafi, si gjithmonë, ka mbledhur pyetjet më pikante ose komentet më pikante, ku Ermali thotë sikur të jetë kjo fushata çdo vit do ishte bërë Shqipëria Dubai. Tani Shqipëria nuk ka arsye të mendoj të bëhet Dubai, Shqipëria po bëhet Shqipëri. Dhe po bëhet Shqipëri, do me thënë, po bëhet një vend me emrin e vet, me respektin e vet në kombëtar dhe me forcën e vet tërheqëse, se ndryshe nuk do vinin këtu Ermal 12 milion turistë. Dhe ndërkohë, sikur të jetë kjo fushata çdo vit, nuk e di ç'do me thënë, po për mua i vetmi ndryshim nga jo çdo vit, nga çdo ditë këtu e 3 mandate në këtë zyrë është se në fushat ka mitingje. Në të përditshme nuk ka mitingje. Po takime, vizita, inspektime, diskutime janë të përditshme. Mjafton të shkosh dhe të shikosh në të gjithë historikun e kësaj faqe dhe do shohësh që është fushat permanente që nga dita e parë në kuptimin e intensitetit të lëvizjes dhe të komunikimit. Dakord, more të mirë ku është debati konstruktive, ku janë argumentat, ku është programi, që janë këto turmat e eksituara, Urraja, Berihaja. Igriti nuk ke pse për buz, as pse për qesh, ata që me dëshirën e tyre marrin pjesë në takime dhe mëdha publike të partive politike. Për sa i përket argumentave dhe programit, është shumë interesant, sepse programi është mjafton të duash ta gjesh dhe gjen vetëm të kesh ama kohë dhe nerva që ta lexosh deri në fund, se programi ynë është program qeverisës, është i detajuar në çdo aspekt. Ne nuk jemi një parti politike që duam të vim në qeveri, që nuk dim fare se ç'është qeverisja, që s'kemi qenë ndonjëherë kurrë brenda në mekanizmin e shtetit, edhe imagjinojmë se si mund të bëhet dhe shtojmë dozat nga dëshira që ta bëjmë këtë gjë të duket fush me lule. Ne jemi forcë qeverisë. Ne kemi pa diskutim programin ton dhe kemi programin më të qartë dhe më bindës dhe më të besueshëm, e di pse. Sepse ndryshe nuk do ishim në negociata me Bashkimin Evropian. Se është ky element që
e harrojnë të tërë edhe që e marrin si diçka që është kot ose e mirëqër. Nuk do ishte Shqipëria në tryezën e negociatave me Bashkimin Evropian nëse nuk do ishte sot një vend tjetër nga ai që ishte kur ne morëm detyrë. Nuk do ndodhte dot kjo gjë. Nuk ulet Bashkimi Evropian të negociojë antarësimin me vende që nuk përmbushin standarde dhe kritere që premtojnë një kohë të shkurtër përfundimin e ciklit të shtetbërjes. Nuk e di si ta shpjegoj këtë gjë. Është testi më i qartë dhe testi më i padiskutueshëm, sepse Bashkimi Evropian është një makineri e tërë që në lëvizjet e veta dhe në hapjen e derës bazohet tek një hulumtim i detajuar, jo i një viti, jo i 2 viteve, jo i 3 viteve, po i shumë viteve. Si ta shpjegoj këtë gjë? Ku është programi? Si nuk më vjen turp dalin si alabak pas 12 vitesh mashtrime, ajdutrie, krime mbi atë popull traskapitur, pas 11 majit dhe vetë do çuditën mbi pasojat që i kanë sjellë kombit Subi me Emeti. Subi, ky është natyrisht opinioni yt, një opinion komplet personal, i nxjerr nga uji i kënetës me cilin ti shuan etjen, se kjo është shumë e qartë, por gjithsesi është opinioni yt. Ama ka një gjë, Subi, populli është më i mençur se unë dhe se ti. Populli di vetë se çfarë gjykon, si gjykon dhe si vendos. Dhe siç mund ta shohësh nga të gjitha sondazhet, Subi, shumica e popullit mendon ndryshe nga ti dhe mendon shumë ndryshe nga këneta ku për fat keq ti ushqehesh politikisht. Më kupton? Dhe është vërtet, si ta them, është vërtet e ullët që një goxha burrë, se të shofë në fotografi, tash nuk e di, mund të jesh dhe një profil falso, po unë i marrë të qënë ato se nuk ka rëndësi, shqiptarë janë gjithë ata që shkruajnë. Një goxha burrë të përdorë gjithë to fjalë të rënda, në ndërkohë që ky është vendi yt, Subi. Më kupton? Që ti do që ta bësh më të mirë. Kjo është fisnike. Që ti do që dikush tjetër ta qeverisë, kjo është absolutisht legjitime. Por ky është vendi yt. Nëse ky do të ishte një vend kështu si thua ti, si do zbarkonte këtu gjithë Europa në datën 16 maj, komplet gjithë Europa. Mendoj, mos u mbur aq shumë mor burr. Ti e din shumë mirë bota çfarë urash madhështore ka Avdi Reçmati, me siguri duhet ta kesh për i postim të urës së Kuksit, po nuk di ku është mburja, sepse Mahamondi aty është thjesht shkruar ura e madhe e Kuksit. Ku është mburja? Po e di pse duket mburja aty, se është shumë e bukur e ura. Dhe duket sikur kur shef urën, ndjehesh si përpara dikujt që mburret, po s'kam asnjë mburje. Krenar po. Jam krenar që kemi bërë vepra dhe kemi bërë punë aq të mëdha dhe aq të mira, sa që sot Shqipëria e ka provimin e përgjithshëm kombëtar, siç e shef, 2 herë e gjysmë më të lartë se sa që kishte. Pra kishte një prodhim të përgjithshëm kombëtar më pak se 10 miliard euro, gjithë vlera e krijuar në këtë vend ishte më pak se 10 miliard euro, dhe sot e ka 25 miliard euro. Dhe projeksioni për Shqipërinë 2030 është 35 miliard euro. Ky është fakt, nuk është opinion. Kjo është Shqipëria sot, krahasimisht me Shqipërinë kur ne morëm detyrën. Dhe këto nuk janë as llafe,
as 3D, as fushata, as mitingje. Këto janë të vërteta shumë kokëforta të transformimit ekonomik të këtij vendi. Dhe shikoni pak këtu që të jemi edhe më të qartë. Ky është zhvillimi dhe këtu jemi tek tabela krahasimore e rritjes së prodhimit të përgjithshëm kombëtar. Shqipëria dhe rajoni. Se ne nuk krahasohemi me Gjermaninë, ishin të tjerë ata që na nxorën të dytët mbas Gjermanisë dhe përpaksa nuk na hodhën në umner. Ne jemi këtu, në këtë rajon, jemi nisur nga brima e fundit e kavallit në rajon dhe sot jemi në pragun e shtëpisë së madhe të Bashkimit Evropian. Dhe këtu është rritja e prodhimit të përgjithshëm kombëtar nga viti kur ne morëm detyrën. Në krahun e djathtë timin ose për ju shikoni ku kolona me të kuqe është 109.6% rritja e prodhimit të Shqipërisë, 64.9% rritja e prodhimit mesatare e rajonit, dhe po të shikoni këtu vendet e rajonit dhe kanë gjitha më të ulët se ne. Sepse Shqipëria në këto 3 mandate tona ka bërë një kapërcim epokal, duan disa apo s'duan disa. Nuk ka të verbër më të madh se sa ai që i ka syt top, po nuk do të shikoj. Dhe shurët më të madh se ai që i ka veshët top, po nuk do të dëgjoj, nuk ka. Dakord? Ja dhe rimi. Ore leje bufin, po ju çfarë keni bë 12 vite. Çfarë keni bërë 12 vite? Këto janë duke treguar urdhërove të ardhurat për frym rimi. Këto janë të ardhurat për frym çka kemi bërë ne këto 12 vite. Ishin 3.300 euro, janë 10.300 euro dhe në Shqipërinë 2030 do të shkojmë 15.000 euro dhe këto që flasim ne për Shqipërinë 2030 nuk janë si programi i Bufit dhe i Latifit. Këto janë projekcione të mbështetura në analizat e ekspertëve të Ministrisë Financave dhe të ekspertëve ndërkombëtar me të cilët ne punojmë. Dakord, se prej kohësh me ne këtu me mua punon kryekëshilltari ekonomik i kancelarës gjermane dhe një profesor shumë i nderuar, drejtues i qendrës për zhvillim ndërkombëtar të Harvardit. Për të përmendur 2 nga të tjerë që ne i konsultojmë her pas here. Kështu që këto janë projekcione financiare, nuk janë pralla me mbret, as pralla me buf, as pralla me latif. Mikel Cëriku, mos gaboni me votu. Populli ka nevojë për një kandidat të ri, boll, mo u bë bajat. Të ri, kandidat të ri, kandidati më i ri dhe më i vjetër këtu jam unë, që ta dish ti, Mikel. Në kuptimin e energjisë dhe të eksperiencës, dhe partia më e re dhe më e vjetër është Partia Socialiste, dhe në listat e Partisë Socialiste, në çdo qark gjen më të rinjt, gjen edhe ata më me eksperiencë. Kështu që kjo teoria duhet një kandidat i ri, pa parti mbrapa, pa struktura, pa ekspertizë, pa asgjë, vetëm bla bla bla, imitacione të një partie që ishte ndjes past deri dje e treta e vërteta dhe që u bë bara dhe halli i madh i politikës shqiptare, nuk ka nevojë Shqipëria. Duhet ta besoni këtë gjë. Nuk ka nevojë fare Shqipëria për këto të tretat të vërtetat që në fakt janë vetëm
shëmbëltyra që kërkojnë të hynë në valle edhe pastaj bëhen grabitqare. O Ram, na fol për pasaportën europiane se për investime ke bërë nami vetëm video në 3D. Vërtet, vetëm video në 3D. Prandaj kam marrë me vete edhe çdo ditë në çdo qark po tregoj të gjitha investimet që janë bërë qark për qark për qark për qark dhe kush do t'i shoh i sheh. Kush do t'i dëgjoj i dëgjon. Nëse do ishin vetëm video në 3D dhe nëse Shqipëria do ishte ajo që ishte kur ne morëm detyrën, nuk do vinin 12 milion turistë, por do kishin hik dhe ata që vinin atëherë për patriotizëm. Dërsa pasaporta europiane nuk është një cop letër, nuk është asnjë variant i ri i pasaportës që jep shteti shqiptar ti Arjan. Duhet ta dëgjosh pak më mirë shpjegimin tim për pasaportën europiane dhe ta kuptosh që nuk jemi në kushtet kur thjesht po ndrojmë pasaport dhe as në kushtet kur po ndrojmë një dokument udhëtimi me një tjetër. Pasaporta që kemi sot është thjesht një dokument udhëtimi. Një dokument udhëtimi që na lejon të qarkullojmë në Bashkimin Evropian. Por ama që kur hym në kufi na vendos në korridorin e posaçëm, është i kuqe, ka i vit kuqe poshtë, ndryshe me korridori, të huajt, ata që nuk janë qytetarët e Europës, me janë të huajt. Dhe ne që aty hym si një popull dhe si qytetarët të dorës dytë në Europën, ku jemi ndër popujt më të vjetër dhe ku jetojmë në zemër të kontinentit. Që këtu fillon ndryshimi i pasaportës europiane. Dhe pastaj vazhdon me shumë gjëra të tjera. Kështu që Arjan, hapi syt dhe shiko. Hapi syt dhe shiko. Aeroporti i Kukësit sa turist ka pritur. Aeroporti i Kukësit spari është ndërtuar. Së dyti është një aeroport që operohet si të gjitha aeroportet e botës operohet nga private dhe ka nevojë për marrëveshje dhe për linja që në bazë të marrëveshjeve të fluturojnë, gjë që po përpiqen ta bëjnë operatorët e aeroportit Kukësit dhe së shpejti do të vendosen fluturime që do ta fusin pak më pak në punë, sepse nga ripamja financiare është domethënë në një situatë starti që nuk është e kollajshme për kompanitë. Okej? Kështu që kjo ironia është e mirëpritur, por këtë përgjigje ka. Pra është një aeroport i ndërtuar, i standardeve ndërkombëtare, i certifikuar ndërkombëtarisht dhe operatori duhet të vendosi fluturimet në bazë marrëveshjeve që kryen dhe bën negociatat e veta, është në drejtën e vet, po ndërkohë ty, zotri, nuk ka kushtuar asnjë kokër leku ai aeroport, okay? Në një fushë me plera që ishte, është një aeroport ndërkombëtar. Dhe më herët se vonë do të vihet në funksion. Boll kërkove mjaft 12 vjet dhe më i miri të isha. Tani, unë nuk e di ç'do me thënë kjo, boll kërkove mjaft, unë nuk po kërkoj asgjë për veten time. S'është fare këtu puna për veten time apo për këtë karrierën ku jam ulur. Këtu është misioni im, dhe misioni i Partisë Socialiste që unë të ftoj ta bësh dhe misionin tënd, që të antarësojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Për këtë kam ardhur në këtë detyrë dhe për këtë rri në këtë detyrë. Për sa i përket pastaj viteve, numëro sa kanë ndënjur, jo një, po më shumë se një kancelar në Gjermani, edhe pyete veten po gjermanët janë diktaturë apo janë popull çyryk. Asnjëra as tjetra. Kështu dhe shqiptarët.
nuk jetojnë në diktaturë dhe nuk janë popull shtyrek. Siç i bëjnë ata që duke më hedhur mua në për ato moçale televizive pse bëj një batut dhe them që gjysma e burrave janë shtyrek, dhe ndërkohë kjo batut ka një të vërtet brenda kur mendon se një pjesë e madhe e burrave shkojnë në kënet, preferojnë kënetën, a kupton? Preferojnë kënetën, se të thoshin që nuk e duam Edi Ramën, nuk e votojmë Partinë Socialiste dhe po votojmë nuk e di. Stamo Dumën, okej. Po kënetën përsëri, çfarë ti thuash? Politikisht është skandaloze. Është skandaloze. Patriotikisht është skandaloze. Europianisht është skandaloze. Nga të gjitha anët. Është turp. Është thjesht turp. Të mendosh që Shqipëria mund të përfaqësohet përsëri nga këneta. Fjalë vërtet. Komplet. S'kem më qa premton të kanë mbaruar mashtrimet dhe vetëm gjë tani janë pasaportet europiane, thjesht ke marrë fund. Adi Doga Boka. Adi Doga Boka, ky është mendimi yt. Unë flas me fakte dhe për të vazhduar me fakte po të tregoj borxhin. Shikohet sa ishte borxhi publik dhe këtu është pjesa zyrtare e borxhit. Kur ne morëm detyrën se kishte një borxh të fshehur një 700 milionë euro të tjera, shikoni këtu, dhe shikoni sa është sot borxhi publik. Apo shiko se në çfarë gjendje ishin bankat kur ne morëm detyrën. 25% kredi të këqija, që do të thotë 25% e kredive me dyshim ekstrem se mund të ktheheshin më ndonjëherë, që është pika ku ndizet llampa e kuqe e alarmit për qëndrueshmërinë e bankave. Shikoni sot. Këto janë fakte. Si t'ja bëjmë ne? Si t'ja bëjmë fakte? Doni të shikoni pabarazin në të ardhura, që nuk e them unë, po e thot Eurostati. Eurostati, ja ku janë dhe vendet e tjera. Shikoni vendet e tjera këtu nga Eurostati. Shikoni ku ishte në Shqipëria dhe këtu kemi 2017. Shikoni ku është sot. Prandaj shumica e popullit mendon që vendi po shkon në drejtimin e dur. Prandaj shumica e popullit voton këtë forcë politike dhe prandaj shumica e popullit qëndron krejtësisht e vendosur në këtë krah, sepse këto gjëra nuk janë piktura. Këto gjëra janë fakte të jetës në popull. A më kuptoni apo jo? Do më thënë, njerëzit e din, i kanë gjërat. Po për 300.000 vendet e punës që përqeshni, doni ta shikoni pak. Këtu jemi tek sa punonjës kishte Shqipëria në vitin që ne morëm detyrën, 1.023.000, këtu jemi sa punonjës janë në Shqipëri sot, ose më saktë ishin në fund të vitit 2024. 1.327.000. Sa është diferenca midis 1.023.000 dhe 1.327.000? Janë 300.000 vende? Apo s'janë? Janë 300.000 më shumë? Apo s'janë? Si t'ja bëjmë tash? Se këto mund të verifikohen, merret regjistri, edhe nxirret e vërteta dhe thuhet jo. Këtu po, siç keni qef ju atë fjalën e tmerrshme, mashtron i gjati. Por janë, se për mua dhe për ne 77 nuk bëjnë 6 milion. Am kupton. Por për ty,
Dhe për gjitha ata që pinë ujë kënete që më mëngjes dhe pastaj e derdhin këtu, nuk bën asnjë përshtypje. 77 mund të bëjnë edhe 6 miliard dhe nëse janë 6 miliard të kënetës, për ju janë okay. Dhe pastaj në mënyrën më të pacip, del në një kukumjaç e kënetës dhe thot, po më s'ka në gjë kjo se kaq është X shishe verë që pije Edi Rama, po ku di ai se çfarë bën Edi Rama në jetën e vet private. Nga e di ai, nga e din ata, nga e dini ju, apo hedh njëri një gur në lumë dhe futen 100 të mençur edhe nuk e nxjerrin dot. Në këtë rast gurin e hedh njëri dhe ata që hidhen për ta nxjerrë edhe që mendojnë që janë nxjerrë janë gjithë gjysmak. Çyryk. Si ta shpjegoj unë ndryshe, si ta them ndryshe. Çyryk. Total. Do një gjë tjetër Adi Boka Doka? Urdhëro. Kjo është një shifër tjetër. Shikoni të punësuarit me pagë nën 40.000 lekë. Shikoni sa ishin kur ne morëm detyrën. 60% e të punësuarve në Shqipëri kishin pagën nën 40.000 lekë. Sot janë vetëm 14.4%. Vazhdojmë pak. Ata që vinë me ty janë të punësuar, ndërsa kredita është bio pa interes. Zoti ma, Zot. A do shpalosësh në një plan për shëndetësinë, bujqësinë, arsinë, pensionet, apo do merresh me teatrin e kukullave, kukumjashka, lakurgjinatës, kunadhja? Jepi se ky popull të dhava dhe shfaqje do thot Eltoni me një palë gjyslyke e re i ban. Elton, ky popull, ty, dhe kujdosi ti, por jo vetëm ty dhe kujdosi ti, po edhe mua që më shef këtu, na jep ujë mbi shlugës, nëse ne na gjenjen mendja dhe nuk e marrim seriozisht. Dhe që ta dishti, unë fitoj, jo se jam ndonjë kush e di se kush, ose kush e di se çfarë, por sepse e marr shumë seriozisht të popull ti, Elton. Dhe problemi fillon eksaktësisht këtu, që ti i përket asaj pjese të dynjallëkut ton që nuk e merr seriozisht të popull. Se më duket vledhja shumë i zgjut. Por nuk ka problem se në fundit ti je një individ, në jetën tënde me siguri, në jetën tënde mund të jesh i suksesshëm. Këtu hyn edhe nuk e di domethënë pse hom kohën duke për të shkruar të tilla broçkulla, po puna jote. Po problemi është me ata që të përfaqësojnë ty këtu. Që nuk pranuan kur njëherë që humbin, sepse meritojnë që të humbin. Dhe gjithmonë ja vun fajin të tjerëve, ndërkohë që planet për shëndetësinë, për bujqësinë, për arsimin, për pensionet, i ke të gjitha të shpallura. Të gjitha, mjafton të i kërkosh, se unë nuk mund të vi të gjimoj nga mbrava ty dhe kujdo tjetër, se po të shofësh kur janë ato postimet që flitet për program, flitet për plane, flitet për zhvillime, ndjekësit janë minimal edhe interesi është minimal. Ndërkohë që kur dalin ato videot e bufit që s'di qa flet, patjetër ato janë markëtuese, e duket sikur ato janë qendra, po ato janë thjesht 1 minutë në ditë për pak relaks edhe për pak satirë, sepse unë nuk hyj tek ata që shajnë me libër shpije kundërshtarët, por që do bëj dhe unë pjesën time dhe ta bëj si thua ti.
Okej, nuk po ju lodh më për sot. Ju falenderoj shumë. Premtoni se çfarë do bëni dhe ju duhen 4 vite për të justifikuar ato çfarë nuk bëhet. Jo aslan. Duhen 4 vite për ta ndërsuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kaq. Shumë e thjeshtë. Për ta ndërsuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe për të vënë në vend një profeci dhe një amanet. Profecinë e herojit tonë kombëtar, e profetit të historisë sonë, Gjergj Kastrioti, që kur vuri barikadën, këtu na e përcaktoi edhe fatin tonë që është me perëndimin jo me lindjen. Dhe pastaj amanetin e rilindësve tanë që na e lanë me shkrim, dielli për ne linda ndej nga perëndon, dhe pastaj gjithë përpjekjen në histori të parëve tanë, kështu që është fat i madh, është fat shumë i madh që na ka ardhur në dorë. Unë them duhet ta kapim se është ja urdhë. As 120.000 punësuar nuk ke sepse dhe ato pjesë e madhe janë formalizime. E Zoti i madh. Po nga e nxjerr ti këtë për shembull apo ato pjesë e madhe janë formalizime. Po ktheu pak tek e shkuara kur ne kemi thënë që nuk e njohim punën në zezë si punë. Okej? E para punës. E dyta punës, unë të tregoj numrat, ti më thua as 120.000 nuk ke. Unë prandaj them, lavdi Zotit që ky popull është ky popull. Lavdi Zotit që është aq i mençur sa të gjithë ju që bëni ato komente këtu, ju jep ujë në bisht të lugës, siç do ju japin një me të maj. Edhe pastaj ju do thoni populli smur, populli i çmendur, ky popull do vetëm tallava, ky popull s'kupton, ky popull s'bën. Në fakt ky popull është në punë e vet, e kupton? Ky popull është në punë. Dakor? Edhe me këtë rast, ju uroj të gjithëve edhe një maj, sot është një ditë pushimi, një ditë reflektimi, që mi iku mua kjo këtu tani s'dia më ndjekin, por gjithsesi, ja ku jam përsëri, këtu isha unë, por nuk e dija që isha. Ju uroj të gjithëve një ditë sa më të qetë dhe sa më të këndshme. Duhet të interesoj pasaporta europiane, duhet të interesoj shumë, por që të interesoj pasaporta europiane duhet të kuptojmë më mirë se çfarë është pasaporta europiane. Prandaj duhet të interesoj. Okej? Ti mos thuaj kaq ishte 2013 se çdo rritet normale që do rritet, po si do rritet normale që do rritet, ha? Po pse nuk u rrit normale që do rritej nga 92 tek 97 për shembull, ha? Si thua ti? Do rritet normale që do rritet, do me thënë do rritet vetë. Po pse zgjedhim ne, pse bëjmë qeveri? Me që rritet vetë, atëre dhe me që qeveria sipas teje që nga vetëm për keq, ne e lëm fare pa qeveri dhe të rritet vetë pa të keq. Jo më nuk rritet vetë, jo. S'rritet vetë. Nuk rritet vetë, se mund të rritej nga 92-97, mund të rritej edhe nga 2005 në 2013, por u rrit në mënyrë të deformuar dhe vajtit në buzë të greminës, dhe lavdi Zotit dhe popullit shqiptar që në 2013 ndroi rrugën e qeverisë, se do kishin përfunduar prapë si në kohën e piramidave. Nuk rritet vetë, jo. Nuk rritet vetë. E pe Tiranën, kur e mori ai shoku im, 4 vjet u rrit, nuk rritet vetë, jo. Nuk rritet vetë. Ju përshëndes.